Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur me përgatit suxhuk të shtëpisë, që ka përgatit baba im. Receta është pra nga baba im, normal ne kemi përgatitur në Kosovë dhe përgatitim gjithmonë me mosa të mëdha të mishit. Unë e pendoj këtë mos të mishit, këtë recetë që përgatitet me 15 kg mish të viçit, 5 kg ekstra janë dhjam edhe i kom përzit të dyjat. Në unën tjetër e kemi grit 12 kg me gjys me qep, 100 g me fora të djegsa, 100 g me biber të kuq, 300 g me krip, 35 g biber të zi. Fillojna me bismillah me përgatitjen, se jem të përgatit me vllahun tim, por hedhim kripën. Normal mishin e kemi qitë pra në një llavar të madh të thellë. Qesim krejt kripën, pra 300 g. Krip të im. Mandej i shtojna biberin e zi. Mishin e marinujna pra në mbromje, përzina mirë me mikser, edhe lojna ton notën të qëndroj që ti merë me lmeshat mirë. Tash tia qesim pra biberin e kuq. Mandej i shtojna djegsa. Edhe e përzina mishin me mikser. Mishin për 10 minuta pra me mikser, mandej shtojna qepë. Mbasi e kemi përzi mishin edhe me lmesat për një 10 minuta me mikser, tashti i shtojna 12 kg e gjys pra me qep tek mishi. Qepa normal që është shumë e mirë edhe jep shije çdo lloj të mishit. 12 kg e gjys me mish. Edhe të kjo recet dihet që na nevojiten edhe zort, ato ta shtet nesër me në kismet, kur dojna me mbush pra zort suxhukun. Tashti prap e përzina mishin me qep, me mikser mirë e mirë, gjitha së bashku, edhe e mbulojna këtë lavojnë edhe lojna pra një natë të qëndroj që ti merë krejt me lmesat mirë. Tashti e nalë vllau mikserin, e ka përzi për 20 minuta, pra duhet me përzi mishin mirë e mirë, ta mën që të përzihet mirë. Tash e lojna të mbulu mishin, ta notën, si që thash, une 12 deri 15 orë, shembull, sa ma shumë rrin mishin i natë, aq ma mirë është i mbuluar të nesërmen. Filloj me bismillah mbushjen e zorëve, pra përgatitjen e suxhukut. Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot ju tregojna mbushjen e suxhukut, pra e bojna mbushjen e zorë. Si që kom cek edhe mbrom, receten e përgatitjes e mishit të suxhukut e kemi bo pra mbrom me melmesa edhe kemi lom krejt natën të qëndroj që ti merë pra gjitha melmesat. Sot e mbojna pra mbushjen, për mbushjen gjithë dina që na nevojiten zort, i kemi pastru shumë mirë, po ashtu edhe maqina ekstra për suxhuk, që maqinat më të mira për mu këtu në Kosovë që janë më të njoftëra, po ashtu edhe në Gjermani janë kjo firma e këtyne maqinave e nders i gjenë në Vitemerit të Pejes. I kanë të gjitha maqinat pra për suxhuk, për qebapa, për çka t'ju nevojitin edhe thika po ashtu. Zort i kemi marrë, i kemi pastru shumë mirë edhe i kemi shti në ujë të ngrohtë. Edhe bismillah fillojna me përgatitjen së bashku me vllahun tim Valoni. Përshëndetje, sot kam vendosur të ndihmoj motrës time Nerit me përgatitjen e suxhukut. Ju përshëndes gjithë shikuesve se ndjekën motrën time Nerin. Edhe maqinin pra kemi mush me mish, zort i kemi shti pra, edhe tash fillojna me mbushjen e zorëve. Ja u dojna format shto rëmbëllake që të mbushet. Tash të bojna prerin edhe
Kështu me radhë, pra i mbushim zort deri në fund, i renditim në këto plastikat që janë postafat, deri në fund pra shkojnë kështu me mbushjen e zorve. Tashti mishi është harxhu, edhe e mbushim maqinën me mish. Kur të bleni biberin e kuq, pra specën e kuqe që thojnë në Kosovë, bleni në ngjyrën sa më të kuqe, pra jo në ngjyrë që është më e qelë, sepse bëhet suxhuku më e mirë ngjyra pra. Ajo më e qelë është më e dopt, kështu që ta keni parasysh. E mbushim me maqinën, prap vazhdojna sikurse në fillim. Kjo ishte pra receta e përgatitjes së suxhukut, recetë nga baba im, recetë e Dugaxhinit që përgatitet një suxhuk perfekt. Ishte kënaqësi ta ndoj recetën me juve. Nëse e provoni, ju lumshin duart e ju bëft mirë. Një notë e lojna kështu të qëndrojnë në këto plastika të pushoj pra, të nesërmen prap e vjerrim në drunat ku i mbështjellim e parë pra me alufolje, sepse nuk ngjitet edhe nuk mbet pa tjerë suxhuku. Pra normal mandej me shpret të druve, tjerët perfekt për 3-4 ditë. Ju përshëndes përzemërsisht nga kuzhina e Nerit edhe vllavi i Nerit nga Kosova jonë e bukur deri në recetën e radhës. Miru pafshim!